Nga mbrëmja e së dielës deri në mëngjesin e së hënës ndodhen 2 vet plagosje ku një 48 vjeçar u plagos në zonën e Freskut dhe një tjetër në Vorë. Përpara oficerëve deklaruan se arma u shkrepur aksidentalisht duke kryer pastrimin. Të dy të vet plagosurit armët i kishin me leje. Megjithatë, juristët shohin si shqetësuese mënyrën si merren lejet e armëve dhe nëse ju nënshtrohen me rigorozitet rregullave, duke nisur nga gjendja psikologjike e tyre e deri te aftësia për të mbajtur ose jo një armë zjarri. Mendoj që duhet ketë një kontroll për sa i përket lejeve që jep shteti lidhur me persona të cilët kanë të drejtë për të mbajtur këto armë. Duhet një trajnim i këtyre qytetarëve të cilët marrin këto armë apo këto leje. Fakti që ne kemi shumë ngjarje të tilla tregon që nuk respektohen siç duhet rregullat për mënyrën se si lëshohet. Ligji e përcakton shumë qartë që personi i cilit i jepet kjo mundësi duhet që të ketë një trajnim të veçantë, të specializuar dhe të ditë ta përdori armën. Hetim të gjithë personave që kanë armë me leje për gjendjen e tyre psikologjike dhe për ngarkesën e tyre psikologjike, sa të aftë janë ata që duhet të mbajnë një armë me leje. Çdo personi që e ndjen veten që duhet të ketë armë, duhet si rregull kryesor duhet mos jesh dënuar më parë, mos kesh probleme ligjore, mos kesh probleme të ciklit penal, qoftë mos jesh në hetim nga organi i akuzës. Për ata që mbajnë armë pa leje, avokatët sugjerojnë që të ketë amnisti dhe qytetarët të nxiten për t'i dorëzuar. I bëj thirrje organeve kompetente, ministrit brendshëm veçanti, që të bëjë një thirrje urgjente, siç u bë më përpara, për dorëzimin e armëve që janë pa leje. Të ketë një mini amnisti që të dorëzohen të gjitha armët, të ketë një afat 30 ditor. Mendoj që amnistit janë të dura në momente të veçanta, janë studime të kriminologjisë dhe të politologjisë për sa i përket politikave kriminale dhe tregojnë që janë të efektshme për qytetarët. Referuar statistikave të policisë, në 2 vitet e fundit janë evidentuar rreth 1300 raste të personave që mbajnë armë pa leje. Vetëm në 2024 janë evidentuar nga policia rreth 700 armë pa leje. Policia goditi muaj më parë disa raste të trafikimit të armëve, kryesisht nga Kosova apo Malizi. Një nga operacionet ku arrestuan 14 persona u finalizua në 12 dhjetor 2024 mes policisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, ku armët trafikoheshin kryesisht me autobus.